apo organizohet rajoni dal nga dal në aleanca ushtarake. Një tjetër marrëveshje ushtarake rajonale u firmos dje mes Serbisë dhe Hungarisë. Kjo marrëveshje, e cila po shihet në opinion si ekuivalent i paktit Shqipëri-Kosovë-Kroaci, parashikon stërvitje dypalqe dhe shumë kombëshe si dhe bashkëpunim teknik në furnizimin e sistemeve dhe pajisjeve të armëve, por edhe shumë gjëra të tjera. Por qëllimi është që të zhvillohet një aleance të mirëfillt ushtarake. Verujemo da će i ovaj dogovor o zajedničkim aktivnostima imati svoj nastavak u daljem približavanju ka stvaranju vojne alijanse ili vojnog saveza Srbije i Mađarske. Muajin e kaluar një marrëveshje të ngjashme firmosën Shqipëria, Kosova dhe Kroacia. Dhe tashmë po flitet zëshëm se Tiranës, Prishtinës e Zagrebit mund të bashkohen edhe vende të tjera, ndoshta Sofia. Në nevojitet një aleancë balkanike, por kësaj radhe karshi Serbisë hegemoniste e soveniste e Rusisë imperialiste e panslaviste. Ne shqiptarët jemi në qendër. Në njërin krah kemi kroatët e në krahun tjetër kemi bullgarët. Kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti ka kohë që po kërkon një aleancë të tillë ballkanike, ku shqiptarët do të lidhin besë me kroatët e bullgarët. Madje në vizionin e tij, ai pret që edhe Bosnia-Hercegovina, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut t'i bashkohen kësaj aleance. Bashkë me ta, por edhe me Sarajevën, Podgoricën dhe Shkupin zyrtar, mund ta krijojmë aleancën ballkanike 3+3. Shkupi, Sarajeva e Podgorica, tani për tani po i shikojnë në heshtje këto lëvizje. Mbetet të shihet se si do të orientohen ata në bashkërendimet e reja rajonale.